Sipas raporteve të inteligjencës nga Ekuadori dhe Evropa, pasuesi dritanë Recebit në Ekuador ishte një tjetër bos shqiptar i organizatës kriminale kompania Belo Dritan Gjika. Të dy Recepi dhe Gjika banonin në të njëjtën zonë ekskluzive në San Borondon, një nga lagjet më të pasura të Guayaquil. Mediat në Venezuelë raportojnë se Gjika zotronte një sër restorantesh dhe biznesesh në Guayaquil, të cilat i përdorte simbolin për aktivitetin e tij të palishëm, përfshirë kontrabandën e drogës. Që nga viti 2020 ai krijoi një rrjet të fuqishëm ekonomik dhe politik, duke ndërtuar një strukturë të fortë për trafik droga dhe pastrim parash. Për të qëllim ai shfrytëzoi një grup prej 10 kompanish, 6 të regjistruara në Ekuador dhe 4 në Spanjë, përfshirë fabrika të kanabizit e plantacione bananesh. Në të njëjtën kohë, një tjetër figurë kyçe e kompanisë Belo kosovari Remzi Azemi ndodhej gjithashtu në Kolumbi. Ai ishte arrestuar së bashku me Recepin në Ekuador në vitin 2014, por u lirua 3 muaj më pas. Pas lirimit, Azemi mori përsipër koordinimin e dërgesave të kokainës nga Guayaquil dhe u bë krau djathi i Recepit. Azemi ishte i njohur për udhërimin e ekzekutimit të shqiptarëve të tjerë që përpiqeshin të krijonin grupe të pavarura për eksportimin e kokainës nga Guayaquil pa miratimin e kompanisë Belo. Sipas inteligjencës evropiane, Azemi përdorte përkohësisht një automjet të blinduar, i cili ishte regjistruar në emër të Catherine Paola Ospiro Fernandez, partnerës së Recepit. Ospiro Fernandez kishte qenë aksionere dhe presidente e kompanisë World Class Ecuador, e cila operonte në sektorin e turizmit deri në korrik të vitit 2021, kur Recepi tashmë ishte ratisur drejt Kolumbisë.